Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira. Allahun e madhruar falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërrozërim e sot në takimin e radhës dhe do të kalojmë një kaptin të re që e ka pranë Buhariu rahimullah në librin e tij El Adab al Mufrad, që jemi duke trajtuar që sa kohë kapitujt dhe transmetimet hadithe që i ka përmbledh ky dietar në këtë libër. Kemi folur më tani në kapitujt e fundit në lidhje me aspektin e të folurit, fjalëve, shprehjeve që duhet besimtari me i përmend, dhe kemi përmend edhe se nga udhëzimet në këtë drejtim është edhe që besimtari të kujdeset për fjalët e kota, mos mirë me fjalët e kota, madje edhe në raste të argëtimit dhe dëfrimit. Fjalë boshe, fjalë që realisht nuk kanë përmbajtje, nuk kanë dobi, nuk kanë mesazh, besimtarët nuk duhet që të mirën me to. E në veçanti kur ato fjalë kanë përmbajtje çorientuese, devijuese, shkatërruese, atëherë kjo është edhe më obligim që largohet prej tyre. Pastaj kemi përmendur se besimtari duhet që në dukjen e tij të brendshme të jashtme të jetë në përputhje me udhëzimet e asaj që ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe se muslimani mëson për të vepruar, për të punuar me atë që ka mësuar, e jo që dija e tij dhe fjalët e tij të jenë vetëm sa për diskutime, për debate e fjalose me tjerat. Në vazhdimsi Buhariu rahimahullah tash kalon te një kapitull që është i ngjashëm me këtë dhe përmend disa nëntitje me këtë që ka të bëjë edhe me emrin e njerëzit. Nëse nga rregullat islame është që njeriu të ketë emër të mirë. Normalisht askush nuk ka mundësi mja vendos vetes vet emrin në esencë, nëse kjo është nga obligimet e prindit. Prindi duhet që më kujdes për fëmijën që të ketë emër të mirë. Sot të ndërrozër, ka emra të mirë që janë përhap, po ka dhe emra që nuk kanë ndonjë përmbajtje caktuar, përveç se njerëzve i pëlqen tingulli, njerëzve i pëlqen më tepër, ai aspekti i formulimit të emrit, po edhe i përmbajtjes së emrit. Në esencë, në Islam emri duhet të jetë i mirë, qase pejgamberi i ka pëlqyer emri i mirë. Emri i mirë është ai emri i cili mund të jetë emër i ndonjë pejgamberi, mund të jetë emër i ndonjë njeriu të mirë, që ka histori të mirë, që nesër kur fëmiu të njoftohet me emrin e tij, me ditë se emri tu ka vendosur për shkak se kena pas qef me ndjek rrugën e këtij njeri, apo që emri me lidh njerin me rrugë, emri me lidh njerin me udhëzim. Edhe emri ka ndikim të njerit, të ndërrozër. Emri ka ndikim të njerit. Emri mund me lënë pasoja edhe në formimin e besimtarit, edhe në ndërtimin e personalitetit të tij. Prandaj emri është i rëndësishëm. Çfarë emri ka njeri? Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndëruar është për kujdesur që besimtarët kanë emra të mirë. Madje sikur që do ta mësojmë edhe ka ndërhyrë në raste të caktuara kur emri nuk ka qenë i mirë. Njerëzit u ka ndruar emrin. Për shkak se njerëzit në ignorancë para se marrë Islami kanë bërë emra që s'kanë edhe përmbajtje të mirë. Nga se normalisht kur njerëzit nuk kanë besimin në rregull, këto tjerat pastaj i kanë të çrregulluara. Nëse çrregullimi në aspektin e besimit realisht shkakton çrregullime edhe në shumë fusha të jetës. Dhe pejgamberi ka përqyer emrat e mirë që kanë përmbajtje të mirë. Nganjëherë edhe emrit të njerit, për shkak të emrit të njerit, i ka dhënë edhe përparësinë në situata caktuara. Normalisht emri nuk është domosdoshmërisht përcaktues i dikujt që është i mirë, ka mundësi ka emër të mirë, por s'është i mirë. Por nganjëherë pejgamberi sa për më tregu se sa është më rëndësi emri i mirë, njerit i ka dhënë përparësi të caktuar për shkak të një emri që ka pas. Dhe Buhariu rahimahullah këtu e bën një transmetim ku thotë kana nebiu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-ism al-hasan. Të dërguarit alayhi salatu wasallam i pëlqente emri i mirë.
kur ka pas emrin e mirë. Dhe në kuadër të kësaj ka përmend një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëjtë ka thonë men yasuqu iblana hadhihi, kush i udhëheq këto deve tona. Këto deve kanë pas edhe ka pas me qumin e vet, kanë kush i udhëheq këto deve. Ka thonë njëri unë. Ka thonë pejgamberi çu emrin, ja ka përmend një emrin. Ka thonë pejgamberi unë, prit pak kështu. Ka thonë kush në i qenë këto deve me një vend që atje. Ka mundësi ka qenë deve që jenë përdor, jenë deve të zeqatit, sadakas, që kanë qenë për shpërndarje, ka qenë ose për synime tjera që i ka përdor pejgamberi alayhi salatu wasallam. E ka thonë pejgamberi sa kush na i bardh të deve me një vend. Ka thonë unë ja Rasulullah. Ka thonë çysh e kiam? Ka thonë si filani. Ka përmend jam, unë edhe të që të prit apo. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëi që thot ka thonë unë e kryj këtë detyrë e Rasulullah. Ka thonë çysh e kiam? E ka përmend, domethënë emrin këto Naxhia që në gjendë arabë ne vjen domthon ai që synon shpëtimin, ai që do më koni shpëtuar, apo e ka pëlqyer kjo emër pejgamberit. Ka se me bardh njëri edhe në emrin e tij synimin që e ka, qëllimi është me shpëtuar nga xhenemi. E ky në emrin ti e ka pas të formuluar këtë qëllim të madhor, shpëtim, që do më shpëtu, do koni shpëtuar nga dënimi i Allahut xhallahu ala. E ka thonë pejgamberi ti kryen këtë punë prapë. Domthon në bazë të emrit që i ka pëlqyer ka edhe një detyrë caktuar. Normal, këta kanë qenë të barabartë në aftësi me këtë detyrën, normal. Se me qenë njëri më i aftë, kështë me qenë përparësi aftësia, jo emri, por kanë qenë të barabartë, e ka lyp pejgamberi një dallim çfarë minimal të koftë. Pra një dallim e pas mes vete. E me që s'ka pas shumë dallim mes vete kujt më dhon detyrën, e ka përcaktuar pejgamberi dallimin e emrit si një përcaktues për me kryer detyrë. Për me treguar se pejgamberi ka pëlqyer emri i mirë edhe kur ka përmbajtje të mirë. Andaj edhe Buhariu rahimahullah pas kësaj kur thotë që pejgamberi ka pëlqyer emri i mirë, përmend tash kapitullin cilat janë ata emra që i kanë pëlqyer pejgamberit alayhi salatu wasallam më shumë. Andaj thotë bab ahabbul asma'i illa Allah azza wa jall. Kapitulli që flet për emrat më të dashur tek Allahu i mënduar. Këtu Buhariu ka përmendur një transmetim që në këtë rast ky transmetim sipas shumë dietarëve që e kanë vlerësuar nuk është i saktë, por ka ditë të saktë për këtë temë që është transmetuar në rrugë të tjera, kështu që mund t'i përdorim në aspektin kuptimor edhe këtë transmetim që e ka përmendur Buhariu rahimullah për treguar se cilët kanë qenë emrat ose cili është emri më i dashur tek Allahu te barekuhu teala. Pejgamberi sa ka folur për emra ka thonë ahabbu al-asma'i inda Allah, emrat më të dashur tek Allahu xhallahu ala janë Abdurrahman edhe Abdullah. Abdurrahman edhe Abdullah. Pse? Përse Abdurrahman është emri që flet se ti je rob i atij që është i qëndrueshëm. Edhe Abdullah është emri që thotë se ti je rob i Allahut më ndonjë. Andaj ky emër që është i ndërlidhur me nështrimin dhe Allahut, emër që është i ndërlidhur me adhurimin dhe Allahut xhallahu ala, padyshim se është nga emrat më të mirë të Allahut te barekuhu teala. Kjo që thot pejgamberi sa këto emrat më të dashur tek Allahu, nuk do të thotë se emrat e tjerë Allahu nuk i don, larg asaj. Allahu xhallahu ala do ka përzgjedhur që i dërguari i tij pas emrit Muhammed, jo Abdulrahman. Po për shkak se ky emër Muhammed ka një kuptim tjetër, që realisht i përshtatet figurës së Muhammedit alayhi salatu wasallam. Nga se emri Muhammed çfarë kuptimi ka? Muhammed është ai që ta jenë mbledh krejt cilësitë e lavdruara. Një që i ka cilësi që lavdrohet, çka do që të bën ai? Kur flet, kur të rrin, kur tes lavdrohet apo. Ani Muhammed është ai që lavdrohet nga çdo aspekt. Andaj ka pasur Muhammed nga se ka qenë i lavdruar nga çdo aspekt. Ka qenë lavdruar në pamjen e tij, në sjelljen e tij, në ecjen e tij, në edukatën e tij, në ndërtimin e tij, informimin në gjithçka ka qenë i lavdruar. Andaj ka përgjithë për të emrin Muhammed. Mirë po në kuptim përgjithshëm aspektin e kuptimit, domthonë emrat më të dashur tek Allahu janë Abdurrahman edhe Abdullah. Madje në një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një njeri i ka preferuar, i ka thonë gjeti emrin Abdurrahman. Kështu i ka thonë, emrin gjetja Abdurrahman.
e ka preferuar pejgamberi që fëmijë me pas emrin Abdulrahman. Këta janë emra të ndrozur, emra të bukur, që realisht janë të ndëlidhura edhe me emrat e Allahut te barekutaala. Ndaj një emër që ka lidhje me emrin të Allahut, po dërim se është emër më i mirë. Emri i Allahut Ar-Rahman, na themi Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Emri nga emrat më të mëdha të Allahut xhallahu ala është emri Ar-Rahman. Edhe emri Allah, emri më i madh i Allahut është emri Allah. Dhe një emër që lidhet me këtë emër më të mëdha, po dyshim që është nga emrat më të dashur tek Allahu te baraka ve taala. Duhet të them që e ka përmend këtë Buhariu rahimahullah për të treguar se domthon emri që ja vendos fëmijët që bart do të më kon një emër që e lidh me Zotin e tij. E lidh me pejgamberin alayhi salatu wasalam. E lidh me rrugën e Islamit. Dhe një emër që e lidh me qëllimin e krijimit, një emër që e lidh me misionin e tij në jetë, që ai emër më kon rreth adresa e jetës së këtij besimtari. Para kur e ka për shembull emrin po themi kush është Abdulrahman, e i thosh nesër, për shembull, mund të kon arrogant, i vrasht, më qyshti, po i vrasht e ki emrin robi i gjithëmshirshmit, do të më kon i mshirshëm, do të më fal, jo më kon arrogant, emri më kon presion që ky njeri më kon, domthon në një rrugë tjetër të mirësjelljes e të edukatës, apo jo në atë që ndoshta e ndjek njëri në aspektin po mënej sjelljes së tij apo natyrshmërisë së tij. Prandaj kur e kam në Abdulrahman i bën që më kon më i mëshirshëm, më i butë, më i dashur për njerëzit, pse emri i tij është ashtu. Ose për shembull i thonë qysh për të na përpara na kanë treguar më vjetër, ju mundi më ditë më mirë, domthonjë që kur ka pas emrin Muhammed se kanë shajt kur as ka fol keq për të se e kam në pejgamberit apo kanë pas respekt për emrin Muhammed. E pas në emrin tjetër më lehtë e kanë qëtuar ose fatkeqësisht edhe në shajt me zveti. Ama emri Muhammed ja të kanë e ka Muhammed apo. Kështu që njerëz respektojnë për shkak të emrit. Ti e bart emrin e pejgamberit apo. Ose ke po në familje me arrin gjallë për shembull një fëmijë të emrin e gjyshit. Nesër respektojnë se ti edhe në emrin e kujt e kiti. Ti ke emrin e babës nef që ka pas, edhe kush e konaj, e kështu me radhë. Domthonjë që emri ka ndikim. Kështu do të thonë një emër që e lidh fëmijën me Allahun, e lidh me pejgamberin, e lidh me Islamin, me fen e kështu me radhë. E jo me vendos për emra që e lidh me një aktor, për shembull që kur të shën fot çka ka bu kjo apo. Ka lujt në seri, ka bu diçka, nëse aty seri ka pas edhe pamje të pahishme, ka pas edhe përmbajtje të pamoralshme apo po që aty në vakneve në kon që seri e kanë ngjitje ashtu. Nuk ka pas seriale të kategorive zero, fatkeqësisht në morale, në sjellje, edhe personi kryesor aty ka pas një emër, edhe ja kanë gjitë çikës emrin sipas asaj gruashi që aty ose djalit e kështu me radhë, pse çfarë kon seriale atë. Nuk luhet me emrin fëmijës ato. Ti po e lidh fëmijën me një figurë që realisht kur do nesër më interesu pse e ka që të emrin, është që s'ka fije morale, s'ka fije edukate, s'ka fije formimi, çaj person që në emrin ti e kanë gjitë emrin. Që prindë nuk koni kujdesshëm, nuk koni sjellshëm. Me janë gjitë fëmijët emër përgjithësi, që çaj emër nesër e bën më koni nderuar, i krenum, jo me koni në çmumë edhe i përbuzën e mutall, nesër fëmia me fëmijën tën, me djalin e me qikën për shkak se na ja kanë gjitë një emër që valla nuk më ka pëlqyer që është apo. Po një emër që e ka një përmbajtje, e ka një formulim, e ka një domethënë edhe tingull të bukur të mirë që realisht nesër miu më një krenar që e ka këtë emër. Prandaj e ka thënë pejgamberi se emrat më të dashur tek Allah janë Abdulrahman edhe Abdullah. Për mana arsyen pse. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi në kuadër të kësaj se emrat më të dashur janë këta. E ka thonë në emrat që më shumë t'i bin tamam njerit apo. Në bazë të punës së angazhimit i ka thonë është Harith edhe Hummam. Harith edhe Hummam. Çka janë këto emra? Harith të ndros është ai i cili domthon gryn, lavron. Njëri tani të ti gryn diçka, punon diçka, lavron diçka. Kuçi emri më tamam që bën që ky. Do të thotë emri ai po, në kuptim të angazhimit i punës së që është emri që bën. Hummam i bën pi ham, që ka bren, ka gale, gjithë diçka qyr
me arritë, me sinu dikun. Në kuptim të veprimit, që kjo është emri ma shumë që i bjen taman. Ama emri që e dënë Allah ma shumë dhe është emri Abdurrahman edhe Abdullah. Prandaj e ka pranë Bukhari rahimahullah këtu këtë hadith për të treguar domosdoshmë se njeri duhet me vendos emën tash që ndërlidhet me besimin e njerit. Veçanti lidhet me Allahun te bareke u teala që ky emën nesër me e bo të respektuar shoqëri, po edhe me bo që nesër në bazë të emrit që e ka të formulohet, të formohet të ndërtohet edhe të edukohet. Pas kësaj Bukhariu rahimahullah përmendje kapitull thot bab tahwil ism ila el ism. Kapitull që flet për ndrimin e emrit në emën tjetër. Nga njerë pejgamberi e ka ndru emrin në fillim mirë, do ditën e parë ka gjetur emrin, ka ndjen ndrohet, çështë është emri. Kur ka për shembull rast kur ja ka gjetur emrin, ai emri është i mirë, po ka emrin më të mirë. Ka më të mirë se kë. Andaj më vjen kanë dikush vetë hoq, apo më aqi çështë emrin. Bom, ama çështë gjithë se më mirë e kapën. Çka është emri më mirë? Do mëse hala ka hapësirë për me ndru emrin. Ama kur e ka emrin, tash është regjistru, edhe kur për shembull tash njerëzit e kanë thirrë me të emrin, atëherë në këtë situatë në ka me ndru për një emën që thotë kjo është më i mirë. Më i mirë është ai, po tash e ka që emrin, tash ndrojmë emrat. Për shkak se emri dikur bëhet edhe sa identifikuese, nuk ka që është lehtë ndru. Por këtu Buhari ka përmendur rastin kur ka hapësirë për mundru emrin që është në fillim. Andaj e ka përmendur këtu një transmetim se një fëmijë e kanë sjellë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam posa kalin. Kalin një fëmijë edhe ka qenë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë zakon me çu fëmijën e posën tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se e kanë gjetur emrin, ka bëu dua për ta, edhe disa veprime që janë të përqyera me u për fëmijën në ditët e para, veçanërisht në ditën e 7 të lindjes së tij. E kanë gjetur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka qenë në pranë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E përse nga lodhja ka ndosmetim e ka zonë një klap. Atë e kanë marrë fëmijën edhe e kanë largu për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka lodhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose ngarku njerin e kanë marrë fëmijën edhe ata e kanë vendosur emrin. Kur u zgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë ku është fëmiu? E kanë ai ka Rasulullah sa pam që u klapite nga gjumi pak, u kote për i lodhjes e morën fëmijën edhe janë gjetur emrin vet. Ka thonë pejgamberi, çfarë emri e keni gjetur? Ata e kanë përmendur në emrin që shtu e kanë thënë, jo kështu. Gjithën emrin Mundhir. Emri Mundhir në gjuhën arabe i bën ai që, domthonë i mëson njerëzit u atrek vërejtën, i këshillon, i porosit, kanë çësi emrin që gjatë jam. Edhe ja kanë dhënë emrin që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe për shembull të ndrozë ka ara, në fillim për shembull ditë e para, kur ande ka hapësirë mundru emri, se njëri më i dijshëm, njëri i mençur, njëri që ka përvojë, jap këshilla për shembull e kanë gjetur një fëmijë emën, do të thotë mirë kjo po, ndroja këtë emër. Mirë është me ngu. Mirë është me ngu kur ka hapësirë, kur emri po them është i mirë po, nuk është nga emrat që ndoshta janë më të preferuar, nga emrat mirë. Kur ka hapësirë në kur emri më i mirë apo. Prandaj kjo është një edukat që ka të bëjë me emërtimin edhe me ndryshimin e emrit nga emri në emër. Gjithashtu Imam Buhariu rahimahullah ka pranë edhe një kapitull që flet edhe për emrat që nuk i dën Allahu xhalla xhalu. Ka adam që Allah nuk i dën, janë emra ndalum. Do të pas kujdes ata emra që mos më ngjit emra që Allah nuk i dën. E çfarë emra Allah nuk i dën? Këtu e ka përmendur Buhariu transmetimin e Abu Hurajrës që thotë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se emrat më të urrëtur tek Allahu xhalla wala janë për shembull uqut njëri uqut ka Melikul Amlak, uqut mbreti i mbretërve. Do në kuptim të asaj me pas emra që nuk i meriton njëri ato, ti si mbreti i mbretërve të tonë. Emra që për shembull flasin për arrogancë, për mendimallësi, për epërsi mbi gjithë tjerë, apo një emër që nuk ka përmbajtje edukative, nuk ka përmbajtje që e afron po e largon prej tjerëve. Këtë emër Allah nuk i dën ato. Do një emër që për shembull me janë gjithë emrin fëmijës Gjennetli. Ose Gjennetli, se Allah gjykon Gjennetli, jo ti, apo. Gjithë një emër të mirë që qënë gjennet.
ama ti më gjiko që gjenet lija, këta emra sot mirë me gjitë. Këto emra i ka ndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga emrat ma të urrejtun tek Allahu xhallahu janë emra që realisht e ngrit njërin mbi kompetencët e tij, mbi nivelin që është njëri, mbi nivelin njerëzor. Nëse mbretërve e sunduzve e ai që gjithçka duhet në ti kur është Allahu xhallahu ala. Nuk e njerëzit. Dhe Allahu është Zoti i zotëve. Allahu xhallahu ala është sunduzi i sunduzve. Allahu është. Ama njëri me pas emri s'mund me kohë kështu. Asë veç Allahu është. Dhe një ama që ka mos i konkuru, do të rujt madhësisë Allahu xhallahu ala, mi konkuru emrave të Allahu xhallahu ala, nuk bën me angjit nga se këta Allahu emrin nuk i dën. Çdo tendencë që robi të barazohet me Allahu xhallahu ala, Allahu urren. Nëse është tendencë e padrejtë, dhe është e pavend njëri me u barazu me Allahun te baraka ve taala. Është ndaluar apo. Prandaj edhe këto nga emra që Allahu xhallahu ala më shumë i urren. Ose për shembull e ka pranë Buhariu rahimullahu këtu edhe don pe emrave që nuk i don Allahu xhallahu ala dhe i kanë ndru pejgamberi këto emra, kanë qenë emra që nuk kanë përmbajtje të lavdruar, nuk kanë përmbajtje të mirë. Për shembull i kanë thonë për një grua që ka në Asia. Asia është rebele, e padëgjueshme, që pas se emrin Allah. E ja kanë ndru pejgamberi sa emrin, asaj edhe ja ka vendosur domoni një emër të i ka thonë ti je Xhemile, ti e kemën bukuri. Don gruas i ka hije me pas emrin të bukur, që tregon në bukurinë e saj, në pamjen e saj kështu më. Dhe pe emrit don rebele, e padëgjueshme, Asia. Kësi emna me kësi përmbajtje kanë vendosur në ignorancë. Në kohën e ignorancës, për shembull xahilet, sa e ke pas emrin për shembull ma luftarak, sa e ke pas emrin ma të vrasht, o ku emrin më i mirë apo. Por e ka vendosur se emrin, ka pas emrin në ignorancë, para se më pejgamberi. Ujk. O ky han toni fshin krejt. Një emër që pin fillim më mëson me koni i egrë apo. Ose për shembull ka pas emrin Çan. Don çaj që është i shtirë ky që ton pin fillim më mëson me koni të emrin i ka ndru pejgamberi. Ose për shembull ka pas emrin për shembull një emër që ka sikur thotë lavdata të shumta. Ma e devotshmja për gjithëve, një emër në gjuhën arabe për shembull, kur përthet shtypjen, ma e devotshmja për këtëve. Gjithë kësi emër se kjo, ma e devotshmja nuk gjikon ti, gjikon Allahu xhallahu ala. Por kur ka kësi emër nesër për shembull ky emër, nuk jam sa modestin, ky emër jam son kanë me devotsi, ma e devotshme, ma e mirë, unë këtu më i devotshme apo. Dhe emrat që realisht nuk kanë përmbajtje edukative. Emrat që realisht nuk kanë përmbajtje që e mësojnë me konë modest, i parullin, me konë javë me njerëz, këta emra i kanë ndru pejgamberi. I kanë ndru. Madje ka pas emra dhe kur i ka pas dikush 20-30 vjet, ja kanë ndru emra. Ti ta më zbën me majtë. Kësë emra i mirë. Nuk është emra i mirë. Prandaj emri është shumë i rëndësishëm që thash e kanë ndru pejgamberi. Dhe është këtu Buhariu rahimahullahu ka përmendur edhe një kapitull lidhur me këtë çështje, do të thonë se është mirë që njëri me u thirr me emrin që ka qef me thirr. Pra njëri mund të ketë emrin që ja kanë gjitë familja. O mund të ketë edhe një emrin që për shembull thirret në bazë ti, me thirr. Për shembull me thirr njëri në bazë të titullit që e ka qef me thirr apo. Ka qef, jo për shembull për më burr, jo për mendim madhësi, por e meriton që të emrin. E meriton që të emrin. Edhe ka që më thirë në atë emër, që është për emër që i pëlqenë apo. Prandaj e ka përmend këto Imam Buhariu në transmetim ku thotë se pejgamberi sa ka pas dëshirë që don njërin me thirr në bazë të emrit që ai e don, edhe atij i pëlqen. Me thirr këtë emër. Për shembull tek arabët është edhe e njohur mu thirr njërin në bazë të djalit vet. Baba i filonit për shembull, Ebu Abdurrahman. Baba e Abdurrahmanit, Ebu Abdullah, baba e Abdullahit. Ka qef, ani thirrë që shtonë. I pëlqen kjo. I pëlqen me thirr për shembull me emër caktuar që është emër i mirë, nuk është tallje, nuk është hajgare me to. Por është emër që i pëlqen atij me thirr, apo mirë është me thirr me çdo që ka dëshirë me thirr. Veçanërisht tash të ndrozë kur ka të bëjë edhe me profesione për shembull, njëri ka kryer shkollë, ka arrit edhe për shembull u bë doktor. Mirë me thirr doktor filan,
me parapri pak apo. Jo direkt në emën. Shokët e afër po tash aty nëse pas aspekti zyrtar se shoqënia mes veti thirrën lirshëm, ama mendoj që të tjerë për respekt me thirrën emën të titullit apo. Për me ka xhallar, tash me thirr filan me emën, nuk ka respekt kjo. Thirr hoj filan, mulla filan, është edukat kjo apo. Me thirr apo. Ka ndonjëherë për shembull thirr, ai sot diçka që ta hek në grad, punë e madhe, njëri thirr që ç'don apo më. Edhe është emën që hiq ashtu. Po nga edukata, nga respekti është me thirrje një në bazë një titulli që e ka për shkak se është respekt, dhe është një falloj, domethënë plotësimi që njeri ka qef më thirrë të. Po them jo që hoxha ka që më thirrë emën të hoxhës, ose si hoxh për shkak se mu dallu, por po flas në kuptim të përgjithshëm që tregon respekt njëri kur dikon ja thirrë në bazë të titullit apo. Andaj edhe keni po Jusufi alayhis salam kur ka shku tek mbreti mja komentuar ne ka thirrë në emën e kanë timrat, se mrat është apo. Ai s'ka besimtar, s'ka musliman. Ai kur jo musliman apo. Megjithatë, sa më rëndësia o musliman, nuk ka musliman më rëndësi që ti je mrat, më thon ti kryetar, ti kryeminist. Tash njëri ka më thon, "Hey, ti, sa edukat kjo, se s'ka që mu thik kështu." Prandaj, shikoj, na ka mësuar Allahu xhallahu ala që ti me të kujdesshëm në përdorimin e emërtimeve që na afrojnë mes vetë, jo që na largojnë mes vetë. Dhe për shkak ka dikush që nuk di me thirr që ata për shembull njerëz s'kan qef as më taku as më thirr ata se pin fillim si ta drejton emrin ose nuk thirr mirë pe aty nis mohabet veç me u larguar. Ke pas të pranon jam ndashëm të mirë me një pe aty fillon respekti dhe afërsia. S'po thirrja është treguesi orientimet të mohabetit ka ku më shku. A ku më shku mohabeti në orientimin e dur, ngrohtë, vllazdur apo ku më shku ftoft, mendje që më prit më largu pe ti se thirr me dëmra që s'falçen që ata emra. S'ka çfarë që më thonë ato për shemb. Për shemb ne ke pas në emër kur e ka fëmijë ka thikë çfarë thotë. Fëmia shok. Tash i rrit as hima se jam ne. Ai të mon mend pikur e kon atëre e thirr që ashtu apo. Tash po si ne më fëmijë ka përsyje e vakta. Prandaj me pas kujdes edhe nuk dinë edukat trat dëmra që kur e kon para 30 vjetë, para 50 vjetë ai, apo nuk krimo, ne kanë lutë kur kanë me halla futboll, kanë lutë të amën tash po kryemën. Apo. Që me pas kujdes njëri me kon, doni kujdesshëm që kur e thirr dikon me thirr në emën që i pëlqen, në emën që e afron, në emën që realisht e respekton, jo në emën që mundet me bezdis, me shqetësu njërin, edhe realisht pin fillim veç ai me fillim me u largu pej teje. Ai të ndrozë këtu disa rregulla që kanë me emra, ke pa emri më i mirë, çfarë emri pas për mbajtje, çfarë emra s'bën me pas, kur duhet me ndru emrin, këto rregulla që na tregojnë se sa është fe e kompletuar me Islamin, të ndrozë. Islami sa është fe e kompletuar. Nëse edhe në këtë situatë për emrin, gjithë shpjegime që unë i përmenda, këtu janë pak sa kam të shpjegu, ka gjithë detajet të treguara, çka të mëna kur tim në çështën e besimit, në çështën e adhurimit atje, sa është e kompletuar. Andaj kjo është fe e kompletuar. Çdo detaj të jetës që na duhet, na ka udhëzuar për to Allahu xhallahu ala, e na ka mësuar atë si duhet kush Muhamedi alayhi salatu wasalam që ta ndjekim rrugën e tij, edhe mos të lodhemi na tash me gjithë mënyra të caktuara të tjera, nga se feja është e plotësuar, Allahu xhallahu ala na ka udhëzuar edhe në këto detaje që ne duhet vetëm të respektojmë edhe të ndjekim rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Prandaj të ndrozë në përmbyllje emni që duhet me bërë muslimani e përmena për mbajtësor me konë, kuptim plot, e kështë më radhë, emni që është i vrasht, është arrogant, emën që të regon e përsi, emën që realisht nuk është në përputhje me nivelin e njerit, por është mbite, këtë e në zbanë, du të ndruhe, kështë më radhë, jetë me kuptu se emni të ndrozë në esencë, me përmbedhë këtë, du të me pasë dy kushte kryesore. Në emën që ja vendos dikujt, fëmijët tonë, djalit të vllaut tonë, dikuj që kërkon për dikush për teje, ose i përpozon emnë, një emën i mirë është një emër që në esencë i plotson dy kushte. E para është që ai emën të jetë që me atë emën identifikohen muslimanët e jo tjerët. Edhe emën që ka përmbajtje të mirë. Emën që ka përmbajtje të mirë. Që ka emra për shembull, kuptimin e ka të mirë, ama nuk identifikohen me të muslimanët. Është emri i tjerëve. Për shembull, na kemi për shembull në serbisht, në kuptim e ka emrin e mirë, ama është emri i tyre, s'është emri i jonë.
Tash me janë gjitë, po e ka kuptimin e mirë, po kuptimin e mirë ka, po i tyre është, nuk është i jo në kjo emën. Andaj me pas kujdes një që emni, po me pas kuptimin e mirë. Po edhe me konë emën që me te, identifikohen musliman, e nuk identifikohen tjerët me atë emën. Nga se nuk banë me përgjasu muslimani të huajt e të tjerët që nuk janë nga feja ti, madje as në emërtim, e mos tasë për diçka tjetër për te, kësaj që duhet besimtari me koni përkushtum në identitetin e ti të formuar nga udhëzimet e besimit edhe nga udhëzimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këto njësa sërime që kanë bëme këta kapituj që i ka përën Bukhariu rahimullah, lusim Allah në gjellëva që të kallahu të kene emnat mirë. Nëse në rozën dunja të ngjesin edhe emnë Muhammed e Abdurrahman e emnat mirë të kanë gjitë baba që të ka dashtë mirën, po ajete Allah kështa si kjo është mirë të tërë. Në lusim që edhe të kemi emnat mirë, po të kallahu të bare këtara të jemi të tillë me që të emna më dhe matë mirë se emnin që e kemi. Nëse rëbë të Allah e martohen, jo në bazë të letë njoftimit e të certifikatës, po të kallahu e martohen në bazë të veprave tyne. I sinqert, i sjellshëm, i mirë, i edukuar, robi Allahut, i devotshëm, e kështu me nga emrat e bukur që Allahu i thret robët e tij me ato ditën e gjykimit. E thashë që të Allahut kena emër të mirë, po tek njerëzit të gëzojmë autoritet e emër të mirë, që njerëzit na thrasin në emër të respektit dhe në emër të vlerësimit të përgjithshëm. Allahu ju shpërblet për vëmendjen, kaq për këtë pjesë, takojmë inshallah takimin e ardhshëm. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.